Jam shumë emocionuar dhe shumë e nderuar që marr pjesë sot në këtë aktivitet kaq të bukur të Partisë Socialiste. Por, kjo certifikat mirënjohje që më jepet mua, jepet të gjithë shokëve dhe shoqeve të mi, socialistë, që kanë kontribuar në këto 30 vjet. Po. Unë nuk dua të zgjatem se kush jam dhe çfarë aktiviteti kemi bërë. Koha kur kemi punuar ne ka qenë shumë e vështirë dhe ne kemi qenë shumë të ri. Unë sot jam bërë 2 herë stërgjyshe. Partia Demokratike ka një simbol me 2 gishta që i ngre lart. Por ato 2 gishta shkojnë poshtë e më poshtë. Partia Socialiste ka një simbol shumë të bukur. Ka dorën me trandafilin e kuq. Uroj që ai trandafil i kuq të vaditet, të ujitet, të shtohet akoma më shumë. Dhe me në krye kryetarin e Partisë Socialiste Edi Ramën, të vemi sa më shpejt në BE. Ju uroj dhe njerë suksese të gjithë socialistëve, se meritojnë. Ju falenderoj për vlerësimin që mbani dhe jam shumë krenare që kam qenë pjesë në këtë rrugëtim të Partisë Socialiste që në krijimin e saj. Duke mos u nda sepse asgjë nuk arrihet vetëm, unë jam munduar të jap kontributin tim vërtet, por bashk me shok dhe shoqet socialist në Bashkinë e Krujës. Faktikisht, gjatë këtyre viteve kemi pas rezultate, është punua me forcimin e organizatave bazë të partisë, janë shtua pranimet e reja në parti me shoqe dhe me tri, është punua fuqishëm për të realizuar çdo detyrë që ata kanë marrë përsipër. Por unë do të thosha që ne kemi pas gjithmonë mbështetjen edhe të Partisë Socialiste në qendër dhe të vetë kryetarit partisë, zotit Edi Rama, i cili ka bërë shumë për Krujen. Kruja është bërë lule, Kruja është një vend që po vizitohet nga shumë turist dhe faktikisht i është ndryshuar faqja. Unë do të thosha edhe një diçka, ne kemi dorëzuar stafetën. Stafetën ua kemi dorëzuar 3 të rejave. Dhe ku është rinia, është e ardhmja. Unë them që tashi do shohim rezultatet, se që nga kryetari i partisë, kryetari i grus, kryetari i bashkisë, po rinia po e po, të gjithë ne i kemi 3. Prandaj unë them që gjithçka do shkojë përpara, gjithçka do të jetë më mirë dhe gjithçka do të jetë më bukur. Unë kam një falenderim për kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste për gjithë vizionin, për kushtimin e tij dhe për gjithë punën e jashtëzakonshme që ka bërë për t'ia ndryshuar faqen këtij vendi. Dhe faktikisht kjo është arrit më së miri, se nuk ke pas mundësi të futesh në asnjë qytet të Shqipërisë. Sot një është i lumtur kur kalon nga jugu në veri. Pranaj, edhe me punën që ka bërë për forcimin e Partisë Socialiste, dhe së fundmi dhe për garancia shumë e rëndësishme, që po e fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Urime, gëzuar festën edhe roft Partia Socialiste e Shqipërisë.